Në konferencën studentore të Departamentit të Gjeografisë pranë Universitetit Luigjë Gurakuqi Shkodër u prezantuan 6 tema nga studentët e masterit shkencor, që trajtonin zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kulturore të rajonit të Shkodrës. Kjo konferencë është tashmë një traditë, por kësaj radhe ishte e veçantë për nga tematika, thekson Flora Gjoni, drejtore e Departamentit të Gjeografisë. Tematika ka të bëjë me prezantimin e aseteve natyrore, konkretisht një prej tyre për shembull asetet natyrore të parkut kombëtar të Thethit, apo artizanati në qytetin e Shkodrës, në rajonin e Shkodrës. Pra janë të shumë llojta tematikat, kështu që mbetet për ta dëgjuar, për të parë edhe prezantimet mjaft përkushtuara dhe të mira. Natyrisht që ne kemi bërë një përzgjedhje të studentëve më të mirë të masterit shkencor, të cilët janë në fund të ciklit të studimit. Ndërsa zëvendës rektorja e këtij universiteti Blerta Dragusha tha se studentët janë prioritet edhe sa i përket krijimit të kushteve që ata të përfshihen në kërkimin shkencor dhe të publikojnë arritjet e tyre. Në fakt edhe pjesëmarrja e studentëve në projekte Erasmus, CEPUS e kështu me radhë është një mundësi shumë e mirë që ju jepet ju për të zhvilluar fokusin e kërkimit shkencor. Gjithnjë më tepër ne po synojmë që të përfshijmë dhe të angazhojmë studentët në projekte të ndryshme europiane dhe jo vetëm, por edhe kombëtare, duke synuar përmirësimin e kërkimit shkencor. Në fundit gjitha këto iniciativa shërbejnë për t'ju dhënë ju një këndvështrim më të qartë të zhvillimit më tejshëm të karrierës tuaj dhe për t'ju bërë më konkurrent në tregun e punës dhe pse jo edhe në zhvillimin e studimeve tuaja të mëtejshme. Kjo konferencë u ndodh gjithashtu nga operator turistik, organizata turistike si dhe zyrtar vendor që merren me zhvillimin e turizmit në rajonin e Shkodrës e Mëgjer. Temat e prezantuara nga studentët e masterit shkencor u vlerësuan si të rëndësishme për t'u përfshirë në projektet e zhvillimit turistik të rajonit të Shkodrës, si në aspektin kulturor ashtu edhe në atë natyror. Kjo përbën edhe një formë konkretizimi të kontributit të universitetit në raport me pushtetin vendor, për t'i shërbyer më mirë me programe të qarta për zhvillimin e turizmit.